لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjithësi. Besimtarë nderuar, Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh gjithmonë na urdhëron duke na thënë: o ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Jemi duke jetuar në kohën e ahirit zamanit, në kohën para kiametit, siç e ka përmendur edhe ka definuar Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Pra në kohën e vështirësive të shumta, në kohën e sfidave të panumërta, në kohën e joshjeve dhe të harameve që na rrethojnë nga të gjitha anët. Andaj ajo që më së miri e mbron njeriu, respektivisht besimtarin, është lidhja me Zotin e gjithësisë. Ne jemi dëshmitar të asaj se është duke u bërë një luftë e vazhdueshme kundër Islamit, sepse Islami ka mbetur gardiani i vetëm i mbrojtjes së vlerave njerëzore. Është adresa e vetme e sigurt që i ruan vlerat e njeriut, që i zgjidh problemet e tij, e mbi të gjitha që e ruan në raportin e tij me krijuesin e gjithësisë. Askush përpos Islamit nuk ka arritur të ruaj embrionin e pastër, duke mos ndërhyrë asnjë fjalë njerëzore në të, pra në fjalën e Allahut në Kur'an apo në traditën autentike të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ndonë se është bërë përpjekje e madhe për ta demantuar fjalën e Allahut, për ta demantuar sunetin e Resulullahut, duke dashur që të fusin dyshime, duke dashur që të fusin dilema, por ja që fjala e Allahut është e paarritshme, është e pacënueshme, ja që tradita Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është pjesë përbërëse e shpalljes së Allahut, prandaj edhe nuk kanë mundësi ta bëjnë një gjë të tillë, edhe sikur të gjithë të bëhen bashk, jo vetëm si njerëz, por edhe në bashkëpunim me shejtanin, siç thot Allahu në Kur'an dhe në Sunet, nuk kanë mundësi që ta bëjnë një gjë të tillë, sepse Allahu e ka marrë përsipër mbrojtjen e fesë së tij. Dhe në këtë lloj situatash, ajo që më së miri e mbron njeriu është lidhja me krijuesin e tij. Prandaj unë dua të flas për 5 shkaqe kryesore që neve na afrojnë me Allahun. Në jetën e kësaj bote, deshëm apo nuk deshëm, e kuptuam apo nuk e kuptuam, njeriu ka nevojë për qetësi të brendshme. Dhe duke qenë se njeriu në duart e tij ka dhe pasuri materiale, nën mundësitë e tij ka dhe pushtet, ka dhe autoritet, pra ka aftësi dhe mundësi me arrit shumë gjëra, por megjithatë nuk ja garantojnë qetësinë e shpirtit. Sepse ajo që ja garanton njeriu qetësinë e shpirtit është vetëm lidhja me krijuesin e shpirtit. Ajo që e gëzon dhe e lumturon zemrën e njeriu është vetëm lidhja me krijuesin e zemrës së njeriu. Dhe kjo është shumë e natyrshme për me e kuptu. Prandaj Allahu në Kur'an në mënyrë të qartë na tregon se lidhja me Allahun ruhet përmes disa shkaqeve. Dhe e para prej tyre është sinqeriteti me Allahun. Ne duhet të jemi sa më të sinqertë me Zotin e gjithësisë.
Duhet jemi sa më të sinqert me atë që na krijoi, me atë që na nderoi, na dha mundësinë për ta adhuruar Zotin e gjithësisë. Nuk ka vlerë më të madhe se sa kjo, që ti jesh mirënjohës, që ti jesh besimtar i Zotit të gjithësisë, i atij që të dha jetën, i atij që të krijoi në formën më të mirë dhe më të bukur, i atij që ta stolisi jetën me pasardhës, të begatoi me familje, të dha pasuri nën toksore mbi toksore. Gjitha këto janë mirësi të Allahut subhanahu wa taala ndaj nesh. Prandaj Allahu kërkon në raport sinqert mes nesh dhe mes tij. Dhe nëse Allahu i urdhëron pejgamberët e tij para së gjithas që të jenë sinqert, e që në realitet ata kanë qenë sinqert, por urdhri dhe mesazhi është enkas për ne si pasues pejgamberëve që jemi, ku thot Allahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din, nuk janë urdhëruar pejgamberët vetëm se që të jenë të sinqert në manifestimin e fesë ndaj Allahut subhanahu wa taala. E kush kanë qenë pejgamberët e Allahut? Njerëzit më të sinqertë që kanë ekzistuar mbi sipërfaqen e tokës, njerëzit që Allahu i ka ruajtur, i ka mbrojtur prej gabimeve fetare. Njerëz që janë shembulli më i lartë edhe i vlerave, edhe i sinqeritetit, edhe i suksesit në jetën e njeriut. Por Allahu dëshiron që ne të jemi pasues dinjitos të profetëve të Allahut, nga se të thuash se je pasues i tyre me fjalë është çështja më e lehtë, por që të jesh me zemër dhe me shpirt, këtu është esenca dhe këtu është prova kryesore. Dhe nuk ka mundësi të jemi të sinqert, nuk ka mundësi të jemi pasues vërtet derisa nuk jemi të sinqert me Allahun. Ne kemi nevojë me filtru raportin tonë me Allah, ibadetet që na i krym, me i bë ekskluzivisht për Allah, me përditësu njetin për Allah, nga se vetë Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam na ka tregu duke thënë innamal a'malu binniyat, veprat pranohen sipas qëllimit të tyre. Pra veprat shpërblehen sipas qëllimit të tyre. Duhet çdo ditë na me përditësu njetin, o Allah, për ty po dal për shtëpis, për ty po punoj, për ty po gjallnoj, për ty po falem, për ty po agjëroj, për ty po ndihmoj, vetëm për ty o Allah po frymoj. Është mirë me bë kulturë të përditshme, nga se një person, një besimtar dhe një besimtare e Allahut që vazhdimisht e përkujton Allahun dhe e ripërtrin lidhjen e tij me Allah duke e pastruar niyetin e tij, është besimtari më i ngritur tek Zoti i gjithësisë. Është besimtari i cili mund të mos ketë shumë vepra në numër dhe në sasi, por derisa i ka të pastërta në cilësi, ky është për njerëzve më të shpërblyer në ditën e gjykimit. Shkaku i dytë është namazi. Besimtari nderuar, nuk ka vepër më të dashur tek Allahu se sa namazi. Prandaj Allahu e ka quajtur namazin si dhikr ndaj tij. Wa aqimis salata li dhikri, fale namazin për me më përkujtu mu. Pra namazi nuk është thjesht një detyrë, namazi është komunikim me Zotin e gjithësisë. Ku ka nder më të madh se sa me komuniku me Allahun subhanahu wa taala. Para mendojeni sikur të kishin mundësi me komuniku një herë në ditë me një person që është me fuqi globale, çfarë nderi, çfarë respekti, çfarë privilegji kishin me ndin vetvete, kishin me zgjedh rrobat më të mira, kishin me përzgjedh parfumin më të mirë, ndoshta edhe para pasqyrjes kishin me ushtruar se çfarë do t'i themi atij, në mënyrë që mos më u korrit me të. Pse? Është njeri me fuqi, është njeri i pasur, është njeri me ndikim. Subhanallah, po kur është në fjalë Zoti i gjithësisë, mbreti i mbretërve, ai që ka pushtetin absolut, a nuk duhet na me ndisi privilegjin dhe nderimin më të madh kur i dalim para madhrisë Allahut namaz, kur komunikojmë me të. Prandaj pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam kënaqësinë më të madhe ka përjetuar namaz. Namazin se ka pas i barr, se ka pas i rëndes, por e ka pas i shirim, e ka pas i prehje dhe si kënaqësi të shpirtit. Prandaj ka thënë wa ju'ilat qurratu 'aini fi s-salah. Sytë e mi janë kënaqë namaz. Pra shpirti im është kënaqë namaz më shumë se sa në çdo situatë tjetër. Me njerë pas namazit, për shkak se namazi është çështja më e rëndësishme tek Allahu, është edhe lidhja jonë me Kur'anin, me librin e Allahut. Nëse dëshirojmë ta dimë se sa e duam Allahun, se sa i tregojmë apo i japim vëmendje Allahut, nëse dëshirojmë ta dimë se sa shumë e kuptojmë thelbin e jetës, le ta pyesim veten se sa jemi të lidhur me Kur'an, sa lexojmë Kur'an, sa meditojmë Kur'an, sepse lidhja jonë me fjalën e Allahut tregon për lidhjen tonë me Allahun. Kurani nuk është thjesht një libër, madje nuk është as çfarëdo libri. Kurani është fjalë e Allahut, është atribut i Allahut. Paramendojeni Allahu sa shumë na ka nderuar. Fjalën e tij direkte e ka zbrit në shoqërinë njerëzore. Pra nuk është thjesht diçka teorike, është fjala e Allahut. A ka nder më të madh se sa me nderuar Allahu me fjalën e tij? Nuk ka.
Dhe Allah zemrat tona i ka përzgjedhur që të jenë besimtarë të kësaj fjale. Zemrat tona i ka përzgjedhur që ta lexojnë këtë fjalë, ta dëgjojnë atë, ta meditojnë atë. Nuk qetësohet shpirti vetëm se me fjalën e Allahut. Nuk gëzohet dhe nuk lumturohet zemra vetëm se me fjalën e Allahut. Prandaj ata besimtarë që e kanë shijuar ëmbëlsinë e leximit të Kuranit e dinë që nuk ka prehje më të thellë, kënaqësi më të madhe, edhe lumturi më të paimagjinueshme se sa kur futesh në librin e Allahut dhe ndjen se si Allahu komunikon me ty, kur thret Allahu, kur të trajton me mëshirë, kur të trajton me respekt, kur të urdhëron me disa gjëra për me të mbrojtur ty, kur t'i tregon disa kufi për mes me të lënë ty me dështu një jetë, kur të premton xhenet, kur të premton mbrojtje, kur të rrethon me melaçe, kur të ngrit, kur të pëndrit, por nuk ka beknasi më të madhe se sa me lexu fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj më njëherë pas Kuranit kush është? Është braktisja e gjunave. Pengesat më të mëdha në jetë që na i shkaktojnë neve mes nesh dhe mes Allahut janë haramet. Haramet janë shumë të rrezikshme. Haramet janë barrikada mes nesh dhe mes krijuesit. Sa më shumë që shtresojmë harame, aq më shumë largohemi prej Allahut. Prandaj Allah thotë kella bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kurse si janë veprat e tyre ato që ata i kanë larguar prej Allahut. Pse? I kanë shtresuar zemrat me pengesa, i kanë shtresuar zemrat me barriera prej mëkateve të shumta. Nga se nuk ka mundësi zemra me e gjetë Allahun kur ajo mëkaton. Dhe sa më shumë që mëkaton robi, aq më tepër i largohet Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu tregon se sa afër nesh është. Pra, çështja e largësisë, problemi i largësisë nuk është tek Allahu, por është tek ne, sepse Allahu po thotë, unë jam afër jush. Wa idha sa'alaka ibadi anni, të pyesin ty o Muhammed, robërit e mi për mua, fa inni qarib. Nuk thua ju që unë jam afër, sepse kjo do të përbënte largësi mes ti dhe mes krijesave ti, por tha, unë jam afër tyre. Unë i përgjigjem lutësit kur ai më lutet mua. Por thjesht Allahu kërkon sinqeritet. Dhe nuk ka më të mirë se sa Allahu, nuk ka adresë më të sigurt se sa Allahu, nuk ka më të mëshirshëm se sa Allahu, nuk ka zgjidhës problemeve tua më të kujdesshëm edhe më të mirë se sa vetë Allahu subhanahu wa taala. Kush t'i di ty gabimet, kush t'i di ty nevojat, kush t'i di ty problemet më mirë se sa Allahu. Edhe ne mund t'i harrojmë disa gjëra për cilat kemi nevojë. Edhe ne mund t'i harrojmë disa smundje që tashmë janë bërë kronike tek ne, por Allahu nuk i harron vallahi. Ai si harron sa ai do ty më shumë se sa ti që e do veten. Ai kujdeset për ty më shumë se sa krejt mjekët e botës. Ai kujdeset për ty edhe të mëshiron ty më shumë se sa nana e baba që të kanë lindë të kanë rrit, sepse është Zoti i gjithësisë. Prandaj Allahu na mëson që t'i largojmë pengesat mes nesh dhe mes tij e që janë haramet. Mundu robi mi analizu, vallahi nuk ka rob më të suksesshëm se ai që ulet një herë, i kushton vëmendje vetes, edhe i shërben pak vetes. Nëse nuk je për vetvete, se për askë. Çka na kushton mu ndal 5 minuta, 10 minuta në ditë, mu vetëm me Allahun. Edhe mu ndal mi analizu, me thonë ç't gabim e kam, ç't gabim. Ala më mirë është mi shkujt edhe në letër nëse është nevoja. Qysh bëjnë tregtarët e suksesshëm kur i shënojnë krejt, hyrjet, daljet, gabimet, sukseset në fund i bëjnë kalkulimet, e analizojnë fitimin, dështimin e kështu me radhë. Sepse është tregtari i suksesshëm, sepse është më së i vetëdijshëm për pasojat. E kur është në pyetje Allah, pse nuk bëjmë kalkulime na? Nuk ka lidhje më të shnejtë, nuk ka tijaret më fisnik se sa tijareti me Allahun. Allahu na i ka blerë shpirtrat tonë, ndonë se vetë na i ka kriju. Na si kemi kriju, për me na dhonë xhenetin si këmbim. Nuk ka ndërim më të madh se sa ky. Prandaj është mirë munal me mendu, unë vetë si Osman dhe me thonë, cilat janë gjunat e mia, ku janë gabimet e mia, me punu me veten, që kur dal para madhërisë Allahut, s'pa ku dal si person që është përpjek, ka luftu me veten, i din këshijat, i din gabimet, por është mundu, jashtëzakonisht që me përmisu veten, sepse jeta është luftë, është krejtësisht normale, por lumaj që e bën, sepse Allahu i garanton sukses. Kur hiqen barrierat mes nesh dhe mes Allahut, nuk ka lumturi më të madhe se sa kjo, me njerë pasojnë sevapet. Se arsyeja që na s'mujna me bëj shumë sevape, janë pengesat e harameve. Nëse i eliminojmë haramet, do ta shihni se sa shumë do t'i duam sevapet, sa shumë do t'i duam veprat e mira, do të dashurohemi pas veprave të mira. Ashtu si kriminalet janë të dashuruar pas veprave të këqija, besimtarët e devotshëm dashurohen pas veprave të mira. Dhe nuk e japin veprën e mirë për asgjë kësaj bote. Madje për as krejt botën më ia dhon, nuk e jep për një sekond sejdës që ai e bën për hir të Allahut subhanahu wa taala, sepse ajo nuk paguhet, s'ka çmim që e kompenzon atë. Dhe këtë në fund është edhe dhikri.
përkujtimi i Allahut. Fadhkuruni adhkurkum. Allah thotë, më përkujtoni mua, unë ju përkujtoj juve. Shikoni, Allah dëshiron marrëdhënie mes tij dhe mes nesh. Kush është Allahu? Allahu s'ka nevojë për neve fare. S'ka pas nevojë as kur na ka kriju. S'ka nevojë as tash që jetojmë. S'ka me pas nevojë as nesër kur dalim para madhrisë tij. As s'ka me pas nesër nevojë kur do të jemi në xhenet, inshallah jemi në xhenet live. Kur s'ka nevojë Allah për neve. Ne kemi nevojë për Allahun. E tash Allah sa shumë na ka ndëruar, na ka dhënë mundësinë na me besu dhe me përkujtu, edhe po thotë, më përkujtoni mua, unë ju përkujtoj juve. Në një hadith kutsi thotë, ana inda dhanni abdi bi. Unë jam në mendimin e robit tim për mua. Edhe unë jam me të, sa herë që ai më përmend mua, më përkujton mua. Ku ka vlerë më të madhe se sa me përkujtu Allahun subhanahu wa taala. Para mendon e thot Allahu subhanahu wa taala, nëse robi më përkujton mua në vetmi, edhe unë e përkujtoj në vetmi. Pra në veten time. Nëse robi më përkujton mua në një ndej, para një audiencë toksore, unë e përkujtoj atë para audiencës qiellore. Nëse na përkujtojmë Allahun sot, këtë moment, o Allah, o i miri i gjithësisë, o ma i dashni, o i gjithë mëshirshmi, Allah thot para me laqeve ti, filani i biri, filani për më përkujton mu tani në këtë qasë, në këtë moment. Dhe Allah krenohet me këtë rob. Po ku ka bendir më të madh se sa ky? Me bo me të përmend tash një njeri që është i fuqishëm, ka pushtet, ku e di se kushi, edhe me thonë që për të përmend ty me emën me mbjemën, e me emën të babës, sa ishë ndi i nderum. Veç se është njeri, e ka sprovu Allah pak me pasuria, po me fuqi, politike, ekonomike, ushtarake. Po flasin për Allahun me të përmend ty, o filani i biri filanit, o i filane e bija e filanit, para audiencës qiellore, para audiencës që nuk gabojnë kurrë, si që me laqet Allahut, s'ka nder më të madh. Andaj sa më shumë që e përkujtojmë Allahun, aq më tepër lidhemi me të, dhe lumturia vetë qëndron pikërisht në lidhjen tonë me Zotin e gjithësisë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.